Unë nuk kam folur sot, Luli. Kam folur qysh kur kam qenë në parlament nga 2005. Dhe më kujtohet momenti i parë i përplasjes sime dhe disa kolegët mi me zotin Berisha dhe me Partinë Demokratike ka qenë momenti i vitit 2007 për zgjedhjen e presidentit të Republikës Fatos Nanos. Ku zoti Berisha dhe njerëz afër zotit Berisha kërkonin që të zgjidhej presidenti, votonin Fatos Nanon për president, unë kam dalë kundra haptësi bashkë me shumë kolegë tjerë dhe nuk e kam pranuar një gjë tillë për shkak moralit tim politik, sepse ne 2 vjet kishim rrëzuar Partinë Socialiste dhe Fatos Nanon nga pushteti dhe ne të votonim tani Fatos Nanon president të Republikës e para. Dhe e kundërshtonte Edi Rama. Kjo që e ironia. Ashtu është. Nuk e pranoi Edi Rama si kandidat. Ashtu ka qenë në atë kohë, por realisht ai mund të bëhej sepse kishte një pjesë të votave Nano aty, ne kishim në mos gaboj 78 mandate në atë kohë që bëhej për 6 mandate i pite. Për 6 numra që ishin në atë kohë. Dhe që e kanë kundërshtuar dhe që arritën të bëjnë më mirë topi ndër pavarësisht zhgënjimeve asaj që i bëri Partia Demokratike.